Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë, në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjeve, finalizuan operacionin policor të goduar Again, gjatë të cilit zbardhën 2 raste vjedhjeje të kryera brenda 2 ditësh. Në kuadër të këtij operacioni, u arrestua në flagrant shtetasi MG, 36 vjeç, banues në fshatin Plug, Lushnjë. Nga veprimet hetimore rezultoi se ky shtetas, i dënuar më parë për veprën penale vjedhja, dyshohet se ka kryer 2 vjedhje, më datat 16 dhe 17 korrik 2026 në fshatin Plug, Lushnjë. Gjatë vjedhjes së dytë në një lokal, pasi ka marrë një shumë parash dhe një laptop, dyshohet se i ka vënë zjarrin objektit. Konkretisht, më datë 16/07/2026, ai dyshohet se ka vjedhur 2 bateri automjetesh, ndërsa më datë 17/07/2026 në orët e para të mëngjesit është futur në një lokal në fshatin Plug, Lushnjë dhe pasi ka marrë një shumë parash dhe një laptop, i ka vënë zjarrin lokalit duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme procedurale.